Bashkia e Tiranës ka dhënë fakte që sipas saj shpjegojnë bllokimin e trafikut gjatë të hënës në kryeqytet. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësi i Bashkisë të Tiranës Seriani theksoi se kryeministri Berisha gënjeu sërish për kaosin e trafikut, pasi sipas tij, pikat kyçe të semaforëve janë fikur dhe në to nuk kishte punonjës të policisë rrugore. Analiza e bërë nga Drejtoria e Transporteve konkludoi se bllokimi i parëmbrëmshëm i Tiranës ka qenë i organizuar dhe i orkestruar politikisht, duke e kthyer policinë e shtetit në vegël të lojës së ulët të pushtetit. Mjafton të themi se në 3 pika kyçe ku policia e shtetit ka çelësin e semaforëve, semaforët janë fikur në momentin e bllokimit të trafikut. Ndërkohë, policët janë zhdukur krejt nga një prej këtyre pikave dhe po ashtu në shumë kryqëzime të tjera nevralgjike të qarkullimit të qytetit. Ndërkohë, duke i referuar edhe akuzave të kryeministrit Berisha për unazën e madhe të Tiranës, Seriani ka paraqitur 2 dokumenta, sipas të cilëve tregojnë qartë vendimi i Këshillit Bashkiak për marrjen e 20 milion euro kredi dhe tjetra dokumenta që kreu i Bashkisë Rama i ka dërguar Berzhit për mbështetjen e projektit. Lidhur me unazën e madhe, jo me fjalë, por me fakte, po ju vëmë në dispozicion 2 dokumente. I pari është vendimi i Këshillit Bashkiak të 2 vjetëve më parë për miratimin e 20 milion eurove kredi për unazën e madhe, ndërsa tjetra është njëra nga letrat e shumta ku kryetari i Bashkisë së Tiranës i shpreh Bankës për Rindërtim dhe Zhvillim, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, gatishmërinë e plotë që ky projekt të jeti përbashkët me qeverinë shqiptare. Seriani gjithashtu hodhi poshtë akuza të mazhorancës për fyerje të personelit të administratës në bashki.